Përshëndetje. Ky është një ushtrim tjetër me thjeshtimin e shprehjeve, po është thënë në mënyrë të rënjës katrore. Atëherë vazhdojmë. Rënja e 6 plus 2 fuqi minus 1 minus 1/4. Si fillim, kryejmë veprimet brenda rënjës. Dhe vazhdojmë. Rënja e 6-s plus 2 fuqi të minus 1 parë jep 1/2. 6 plus 1/2 minus 1/4. Pastaj 6-ën e lëmë siç është dhe mbledhim ose zbresim thysat 1/2 minus 1/4 sipas rastit. Është e barabartë me rënjën e 6-sh plus 2 minus 1 ndaj 4. Është e barabartë me rënjën e 6-sh plus 1/4, është e barabartë me rënjën e 24-s plus 1 përmbi 4, është e barabartë me rënjën e 25-s përmbi 4, cilën e ndajmë në rënjën e 25-s ndaj rënjën e 4-s. Dhe si përfundim, rënja e 25-s është 5, rënja e 4-s 2, si përfundim ushtrimin na del 5/2. Mirupafshim.